Përshëndetje, po ndihni Shqipëria sot, unë jam Jeta Kasemi. Siç ishte paralajmëruar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin. Shpërthimet janë dëgjuar në 5 qytete në Iran, ndërsa mediat e huaja thonë se Ayatollah Khamenei është një vend të sigurt jashtë Teheranit. Donald Trump konfirmoi se po kryen operacione të mëdha luftarake. Presidenti amerikan thotë se Teherani nuk pranoi marrëveshje, por ai nuk do të ketë kurrë armë bërthamore. Irani po kundërpërgjigjet me sulme hakmarrëse në Izrael dhe në bazën amerikane në Katar, në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwait dhe Bahrain. Fuqia e barutit në lindjen e mesme ka shpërthyer sërish. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën mëngjesin e së shtunës sulmet e paralajmëruara ndaj Iranit. Raketat goditën Teheranin me sulmin e parë që u raportua pranë zyrave të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Media ndërkombëtare kanë raportuar se Khamenei ndodhet jashtë kryeqytetit, në një vend të sigurt nga sulmet amerikane dhe izraelite, të cilat kanë goditur edhe 5 qytete të tjera. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi sulmet, pjesë e operacionit i quajtur Furia epike, dhe tha se objektivi është mbrojtja e popullit amerikan. Ushtria filloi operacione të mëdha luftarake në Iran. Objektivi ynë është të mbrojmë popullin amerikan duke eliminuar kërcënimet e menjëhershme nga regjimi iranian, një grup jegër njerëzish shumë të ashpër dhe të tmeshëm. Aktivitetet e tij kërcënuese rrezikojnë drejt për drejt Shtetet e Bashkuara, trupat tona, bazat tona jashtë shtetit dhe aleatët tanë në të gjithë botën. Trump tha se Irani nuk hoqi dorë nga programi i tij bërthamor dhe raketor, ndërsa pranoi se nga operacioni ushtarak mund të ketë viktima mes radhëve të forcave amerikane. Administrata ime ka ndërmarrë çdo hap të mundshëm për të minimizuar rreziqet për personelin amerikan në rajon. Megjithatë, dhe nuk e bëj këtë deklaratë lehtë, regjimi iranian kërkon të vrasë. Jetët e heronjve të guximshëm amerikan mund të humbasin dhe mund të kemi viktima, gjë që ndodh shpesh në luftë. Presidenti amerikan paralajmëroi regjimin e Teheranit dhe u kërkoi të ulin armët, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të vendit të marrin në kontroll qeverinë e tyre. Sulmi u konfirmua edhe nga aleati i Washingtonit, Benjamin Netanyahu. Kryeministri izraelit tha se sulmet do të vazhdojnë për sa kohë të jetë nevojshme. Pak pas nisjes së sulmeve dhe deklaratave të liderëve përkatës, nuk vonoi as përgjigja e Iranit. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftoi nisjen e kundër sulmeve që u konfirmuan edhe nga ushtria izraelite. Izraeli shpalli gjendjen e emergjencës, ndërsa sirenat u dëgjuan mbi disa qytete të vendit. Ashtu siç kishte paralajmëruar, Irani shënjestroi edhe objektet amerikane në rajon. Sulmet nisën ndaj një baze amerikane në Bahrain, një aleat kyçe amerikanëve në gjirin Persik, ku ndodhet celia e flotës së 5 të marinës amerikane, që ishte në shënjestër të sulmeve me raketa. Përshkallëzimi ushtarak vjen pas disa javëve negociata të dështuara mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për programin bërthamor të Teheranit. Donald Trump kishte paralajmëruar disa herë sulme, sidomos gjatë dhe pas protestave kundër regjimit në lindjen e mesme, që lanë më shumë se 7.000 të vrarë. Demonstratat masive erdhën në rënje, por shkaktuan një zemrim të shtuar ndaj regjimit të Ayatollah Khamenei. Washingtoni kishte mbledhur tashmë një forcë të madhe ushtarake në rajon dhe kishte dërguar 2 luftanijet më të mëdha në botë në përgatitje të ndërhyrjes ushtarake. Ky është sulmi i dytë brenda më pak se një viti i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit. Sulmet e qershorit të vitit të kaluar shënjestruan objektet bërthamore të Iranit në një luftë që zgjati 12 ditë. Një informacion i fundit nga situata e përshkallëzuar në lindjet mesme si pasojë dhe e kundërpërgjigjes së Iranit në Izrael, në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Kuwait, në bazat amerikane në këto zona. Në fakt, informacionet e fundit thonë se të paktën një person është vrarë në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi disa raketa të lëshuara nga Irani u interceptuan sipas informacioneve nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve të vendit. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë reaguar zyrtarisht duke thënë se ky sulm është një shkelje flagrante e sovranitetit kombëtar dhe ligjit ndërkombëtar, duke shtuar se rezervojnë të drejtën e tyre të plot për t'u përgjigjur këtij përshkallëzimi. Ky është dhe informacioni i fundit nga lindja e mesme pas edhe sulmeve amerikane dhe izraelite kundrejt Iranit. Irani kundërpërgjigjet duke shënjestruar në hakmarrje Izraelin dhe bazat amerikane në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwait dhe Bahrain. Këto janë edhe pamjet në fakt në vendngjarje, sipas edhe informacioneve të fundit nga mediat ndërkombëtare. Në fakt ky është një sulm i paprecedent përgjatë edhe lindjes së mesme. Shohim në fakt pamjet të cilat janë nga Izraeli në këto moment dhe njëkohësisht edhe situatën e qarkullimit të mjeteve të transportit ajror pikërisht mbi territorin e lindjes së mesme. Kjo është harta e gjithë rajonit ku mund të shohim në fakt se si është spastruar
në fakt edhe pikërisht mbi Iranin nuk ka më qarkullim të mjeteve të transportit ajror, nëpërmjet edhe hartës shohim këto informacione, teksa edhe duhet thënë se ngjarjet lëvizin shumë shpejt pikërisht edhe në atë territor si pasojë e sulmeve të fundit dhe kundër përgjigjes iraniane. Ka pasur edhe reagime pikërisht nga presidenti amerikan Donald Trump, që e ka quajtur një operacion masiv dhe në vijimësi. Fjala e dytë që unë përdor, ka deklaruar Donald Trump, është vetë e qartë dhe e para do të ishte në fakt e humbur përgjatë impaktit pikërisht sipas edhe deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump përsa i përket edhe këtij sulmi në territor në lindjen e mesme. Pas nisjes së sulmeve në Iran, Ministria e Jashtme e Shqipërisë u bën thirrje qytetarëve shqiptar në Izrael dhe Iran të jenë të kujdesshëm. Autoritetet shqiptare thonë se deri tani nuk ka të dhëna për shqiptar të dëmtuar. Shqiptarëve në Izrael u këshillohet të ndjekin rekomandimet e autoriteteve vendore, ndërsa atyre që ndodhen në Iran, Ministria jonë e Jashtme u kujton që për çdo shqetësim të kontaktojnë ambasadat shqiptare në Kuvajt, Katar dhe Arabi Saudite. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme i bëjnë thirrje qytetarëve shqiptar në Iran dhe Izrael të jenë të kujdesshëm dhe vigjilent gjatë situatës së jashtëzakonshme pas sulmeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Teheran. Për qytetarët shqiptar në Iran, Ministria njofton shqiptarët që ndodhen aktualisht në këtë vend në rast të emergjence apo nevoje të kontaktojnë menjëherë me ambasadat shqiptare në Katar, Kuvajt apo Arabi Saudite. Kurse për shqiptarët në Izrael, u bëhet thirrje të respektojnë udhëzimet e sigurisë së autoriteteve vendore, kurse në rast nevoje apo emergjence mund të kontaktojnë në 2 numra ambasadën shqiptare në Tel Aviv. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme gjithashtu shton se do të vijojë të informojë në mënyrë të rregullt për çdo zhvillim aty. Gjykata e posaçme la në qeli Durim Bamin pas ekstradimit të tij nga Dubai. Avokati i tij kërkoi mas më të butë sigurie me pretendimet se Bamit i rrezikohet jeta në burgun 313 nga element kriminal që kanë dashur eliminimin e tij. Në lidhje me këtë çështje, ne do të komunikojmë me kolegun Ervin Leka, i cili disponon më tepër informacion. Pikërisht kjo është edhe informacioni i fundit ku gjykata e posaçme la në qeli Durim Bamin pas ekstradimit të tij nga Dubai. Arsyetimi është se Bamit i kërcënohet jeta në burgun 313. Mbi këto vendime të fundit lidhemi me kolegun Ervin Leka, i cili do na japë më tepër informacion. Ervin, të përshëndes. Atëherë, cilat janë këto informacionet të fundit në lidhje me vendimin e gjykatës posaçme, por edhe kërkesën e avokatëve mbrojtës të Durim Bamit? Në fakt, pas ekstradimit të tij mbrëmjen e të enjtës, gjykata e posaçme këtë të shtunë ka vendosur edhe vijimin e masës së sigurisë së arrestit me burg për Durim Bamin, të cilësuar si një nga të fortët e Niklës apo një nga bandat kriminale që u godit disa kohë më parë nga në prokurisë së posaçme SPAK, ndërsa vetë Durim Bami nuk ka qenë prezent në seancën e sotme për vlerësimin e masës së sigurisë, duke zgjedhur që me prokurë të posaçme të përfaqësohej nga avokati i tij mbrojtës Ilir Murati, ku ky fundit për klientin e tij, pra për Durim Bamin, ka kërkuar edhe një masë më të lehtë sigurie atë të arrestit në shtëpi për tokat e zeza, pra gjykata e posaçme nuk e ka pranuar këtë kërkesë, duke vendosur që të mbetet në fuqi masa arrestit në burg, e njëjta masë që është kërkuar edhe nga prokuria e posaçme SPAK, e cila përfaqësohej nga ish kryeprokurori i posaçëm Altin Dumani gjatë kësaj seance. Ndërkohë, përveç kërkesës pra për arrest shtëpi e cila urrëzua dhe vjoi masa arrestit në burg për Durim Bamin, një tjetër kërkesë ka ardhur nga ana avokatit Ilir Murati, drejtuar si prokurorisë gjykatës së posaçme, por edhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që nga dita e dieshme, pra për sa i përket një zhvendosje të Durim Bamit nga burgu 313, ku është vendosur pas ekstradimit të tij për shkak se pretendon se mund të rrezikohet jeta, përse disa nga personat që kanë siguruar kushte për të kryer eliminimin e tij fizik në vazhdimsi, pra ndodhen në të njëjtën vend, pra në të njëjtin burg në 313 dhe kërkon pra që zhvendoset në Fushë Shkruj, vend ky që të paktën sipas tij cilësohet më i sigurt dhe që nuk ka persona që kanë konflikt me të, pra këto kanë qenë edhe kërkesat e Durim Bamit por edhe të avokatit të tij. Vetë Durim Bami, kujtojmë pra që akuzohet për disa tentativa vrasje, për vrasjen Arben Dokës, ku në fakt ky i fundit kishte nisur një plan për ta eliminuar fizikisht Durim Bamin, pasi dyshonte si ka ekzekutuar vëllan Aleksandër Dokën
tokën, ndërsa pasi e ka marrë vesh të plan për eliminimin e tij, ka qenë Durim Bami që filloi pra t'i vijej pas Arbendokës për ta eliminuar fizikisht, ndërsa po ashtu rëndon edhe një akuzë tjetër në drejtim të Durim Bamit për sigurim kushtes për vrasjen e 2 shokëve të Ervis Martinajt pranë tentative për të vrarë Tori Xhexhukën dhe Rigers Miasin në shkurt vitit 2021, të paktën sipas zbërthimit të komunikimeve në Sky ECC, ndërsa një episod tjetër është ajo i kultivimit të lëndëve narkotike, ku në ndihmën e Altin Morinës, ish efektivit të Reneas, Durim Bami ka kultivuar edhe lëndë narkotike për gjatë periudhave 2019-2020 në Nikël, por edhe në fshatin Bubq, pra shumë pranë edhe bazës ku ai kishte krijuar edhe grupin e strukturuar kriminal. Në një tjetër çështje, Ervin, policia e Tiranës nuk e ka dhënë leje Partisë Demokratike për të zhvilluar protestën e paralajmëruar ditën e sotme. Duke marrë shkak edhe nga protestat e mëparshme ku protestuesit e Partisë Demokratike, por edhe persona përfaqësues të Partisë Demokratike pra kanë qenë përfshirë të paktën nga ajo se çfarë kemi parë në protestat e mëparshme. Këtë thotë edhe policia në akt të dhunë duke hedhur molotov dhe fishek zjarr por edhe sende të forta në drejtim të uniformave blu dhe institucioneve. Këto kanë qenë edhe arsyet pse policia nuk ka marrë përsipër që të sigurohet mbarvajtjen e kësaj proteste, duke refuzuar edhe lejen pra që është paraqitur në drejtorinë e policisë së Tiranës për protestën e ditës së sotme rreth orës 18 pra para kryeministrisë, megjithse policia thotë se nuk e ka refuzuar dhe nuk do të jetë pra edhe mënyra se si do të sigurohet, megjithse do të jetë prezente për shkak edhe të këtij tubimi, pra do të krijojë edhe perimetrat e sigurisë, pavarësisht se ka bërë refuzim të kërkesës së bërë nga struktura pra e drejtuesve të Partisë Demokratike lidhur me këtë protestë që në fakt pritet që të jetë dhunshme, ashtu siç ndodhi në protestat e mëparshme ku hodhën sende të forta lëndë me molotov, shishe me benzinë, por edhe flakadan e fishek zjarr në drejtim policisë. Ervin, të falenderoj për raportimin në lidhje me këto 2 çështje zhvillimet fundit të ditës së sotme. Një sasi prej 350 kg kanabis sativa që do të trafikohej në Greqi u kap nga policia dhe autoritetet doganore në pikën kufitare të Kakavijës. Shoferi i kamionit ku ishte fshehur droga u vu në pranga. Në lidhje me këtë çështje ne do të komunikojmë me kolegun Elidon Berberi, i cili sjell më tepër detaje. Elidon, të përshëndes. Atëherë, a ka informacione për sa i përket shoferi që po transportonte 350 kg kanabis sativa, ku do t'i çonte, nëse bën pjesë në një grupi, në një rrjeti? Edhe përshëndetje, në fakt kanë qenë specialistët e seksionit kundër lëndëve narkotike këtu në drejtorinë e policisë vendore të Gjirokastrës, të cilët në bashkëpunim edhe me efektivët e drejtorisë së kufirit, por edhe të autoriteteve doganore të Kakavijës, kanë bërë të mundur mëngjesin e ditës së sotme finalizimin e operacionit të koduar risku. Si rezultat i këtij të fundit është sekuestruar një sasi lëndë narkotike kanabis sative në 350 kg, ndërsa është arrestuar në flagrancë edhe shtetasi Emanuel Qamo, 33 vjeç nga Tirana, i cili ishte edhe drejtuesi i kamionit, i cili ishte drejtuar nga Shqipëria drejt shtetit grek, dhe në kamionin që ai drejtonte u sekuestrua dhe u evidentua edhe lënda narkotike. Në fakt mësohet se kanë qenë informacione të siguruara në mënyrë operative nga forcat e policisë Gjirokastrës, por edhe të Kakavijës, që ky shtetas do të tentonte të bënte këtë trafik të lëndëve narkotike drejt shtetit grek, dhe pikërisht për këtë arsye bazuar në informacionet e marra, mjeti tip trailer është shoqëruar fillimisht drejt zonës së skanerit, aty ku është kryer kontrolli i automjetit, dhe më pas i gjithë ky kamion është nështruar edhe në kontroll fizik, ku si rezultat është evidentuar që në pjesën e poshtme të dysheme së kamionit ishte krijuar një hapësirë posaçërisht për të fshehur lëndë narkotike, dhe ashtu siç ndodhi dhe u evidentua nga forcat blu të Kakavijës apo të Gjirokastrës, u gjetën 166 pako, dhe në total vlera e kësaj lëndë narkotike shkon në 350 kg. Shtetasi 33 vjeçar nga Tirana, Emanuel Qamo, tashmë ndodhet në ambientet e drejtorisë së Gjirokastrës, së policisë së Gjirokastrës, ku kjo e fundit është duke punuar dhe bashkëpunuar edhe me komisariatet e tjera në rang vendi për të
gjetur burimin e kësaj lëndë narkotike dhe në qoftë se kemi apo jo dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë tentativë trafikimit të lëndës narkotike, ndërkohë që materialet të gjitha i kanë kaluar prokurorisë së Gjirokastës pra shkallës së parë të jurisdiksionit për veprime të mëtejshme për të zbardhur këtë ngjarje e cila kishim kohë në pak pa u shënuar ngjarje të tilla trafik lëndë narkotike pranë pikës së kalimit kufitar të Kakavijës dhe 350 kg është një sasi e konsiderueshme. Eliton, të falenderoj për raportimin. Autoriteti rrugori i Shqipërisë thotë se puna për rrugën provizore në Librasht po vijon me intensitet. Sipas njoftimit ka përfunduar devijimi i rrjedhës së lumit Shkumbin dhe pritet të nisë puna në trup të rrugës ku do të hapet segmenti alternativ. ARSH thotë se po respektojnë standardet teknike dhe të sigurisë rrugore pavarësisht nevojës për hapjen sa më parë të qarkullimit në këtë segment. Në segmenti Librasht Pogradec punimet kanë avancuar, sipas autoritetit rrugor shqiptar në zonën e njohur si Arrat e Gurrës pranë Dragostunjos, kanë përfunduar punimet për devijimin e rrjedhës së lumit. Pas këtij procesi do të nisin punimet për trupin e rrugës alternative pas përfundimit të rishikimit të projektit në këtë zonë. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se punimet vijojnë edhe gjatë natës për pastrimin e sipërfaqes së trupit të rrugës së rrëshqitur dhe për marrjen e kampionëve gjeologjik. Punimet po kryhen me mjete dhe personel të shtuar, duke respektuar të gjitha standardet teknike dhe të sigurisë rrugore për të rikthyer qarkullimin sa më shpejt. Pas dëmtimit të segmentit rrugor Librasht Prenjas për shkak të rrëshqitjes së dherave, autoriteti rrugor do të ndërtojë një segment të ri me një gjatësi 1.3 kilometra për gjatë lumit Shkumbin. Autoritetet nuk kanë dhënë një afat se kur ky segment i ri i rrugës do të mbarojë, ndërkohë që aksi vetëm Juglindor i vendit mbetet i bllokuar. Rrëshqitja e segmentit rrugor shpjegohet me faktin se zona është ujmbajtëse dhe e paqëndrueshme. Drejtues vetëm mjeteve të vogla u është bërë thirrje që të përdorin në rrugën alternative Maliq Lozhan Moglic Gram Shelbasan deri në stabilizimin e plotë të situatës. Kemi ardhur në përfundim të këtij edicioni. Unë rikujtoj se të gjitha këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në web faqen tonë abcnews.a, njëkohësisht transmetimin tonë të drejt për drejt në valët e radios 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.